Pikërisht nga lajmi i ditës së sotme, sa të forta janë argumentet kushtetuese të Erion Veliajt kundër vendimit të Këshillit të Ministrave ditën e sotme? Po në fakt nuk është se është shfaqur tamam, madje mbrojtja e zotit Veliaj ka kërkuar respektivisht zbardhjen e materialit shkarkues nga Këshilli Bashkia, dhe mbi bazën e këtij teksti ai do të formulojë kërkesën ankimuese pranë gjykatës kushtetuese. Por këtu nuk është se ka ndonjë dilemë substanciale, sepse ai do të operojë me të drejtën juridike të mos pretendimit që nuk është paraqitur detyrë, që thotë që ka një arsye, këto janë konsumuar në diskutimin. Ajo që mendoj unë është me shumë interes për palët politike dhe për skenën politike në përgjithësi dhe për opinionin publik është që kjo kërkesë ose kjo ankesë, delegimi në gjykatën kushtetuese së drejtës ankimuese nga zoti Veliaj, duket sikur krijon një ngërç për ecurinë e mëtejshme të procesit të zgjedhjeve të parakohshme në Tiranë. E bë të diskutueshme, sepse në varësi të vendimit dhe verdiktit që jep gjykata kushtetuese, ky proces nuk mund të vazhdojë ashtu sikundër ishte planifikuar. Duhet të shprehet gjykata kushtetuese që të vazhdojë fushata zgjedhore për këtë gjë. Madje, kjo do duket qysh në momentin e dekretimit nga ana e presidentit të Republikës. Sepse dhe nëse presidenti e dekreton këtë gjë, përsëri do t'i bivendoset këtij ngërçi një ngërç tjetër, që do të përplas verdiktin juridik midis gjykatës kushtetuese, të drejtës së individit për të ezauruar të gjitha nivelet e gjykimit dhe vendimarrjes politike apo ekzekutive që mund të ketë midis presidencës edhe parlamentit. Pra të gjitha këto janë të pjesë ose një lëmsh ngërçesh që po krijohet në rastin e zgjedhjeve në të parakohshme në Tiranë. Qartë. Lela, duket si një dhuratë nga qielli ky vendimi i sotëm i Veliajt për opozitën, duke parë vonesat për gjetjen e kandidatit. Kujtojmë që pala tjetër ka gjetur kandidatin dhe ka filluar dhe punën. Lajmi këtu është tjetër, mendoj unë. Lajmi është që partia në pushtet me këto ngërçe, me këto ngecje, me këto procedura, me këto politik i krijon e lë qytetin pa zgjidhje, e lë qytetin në kaos, e lë Tiranën pa qeverisur. Pra ky është një krizë e qeverisjes. Unë nuk mund ta shoh, nuk dua ta shoh se nuk është në fakt, nuk është një krizë e opozitës. Pra as se gëzon opozitën, as se fut në krizë. Opozita ka qenë e qartë me atë që ka dashur dhe që ka arritur, që është shkarkimi, po themi shkarkimi politik i Erion Veliajt, dhe këtë e ka arritur opozita. Tani kjo është krizë e qeverisë, duhet ta zgjidh qeveria. Pyetja që duhet lind dhe mund të lind është pse është kjo luftë në Partinë Socialiste? Është juridike apo është një betejë politike? Është politike. Pra është politik, nuk është procedurë. Dhe prandaj duke qenë se është e tillë, opozita është e qetë sepse nuk është punë kandidatësh. Ne e dim shumë mirë se Rama i nxjerr kandidatët si prestigjatori lepuri nga kapelja. Pra i shpik ata edhe kur nuk janë, shpik ministra, shpik kandidat, e din, nuk e din. Edhe njëherë pyetja është pse është kjo krizë në Partinë Socialiste, në qeverinë e Partisë Socialiste, në bashkinë më të madhe në vend. Kush e solli, pse erdhi, pse u krijua, kush e zgjidh dhe si zgjidhet. Tani ne bëjmë sikur nuk e shohim dot faktin që ata që e krijuan nuk e zgjidhin dot. Po të paktën duhet bëjmë pyetjen si zgjidhet. Dhe kalimi në procedurë, në gjykatën kushtetuese, nuk e dim se sa do marr, nuk e zgjidh, është nuk është përshpejtimi i krizës, është theksimi i krizës. Kriza politike dhe është në Partinë Socialiste, nuk ka të bëjë me opozitën. Opozita e ka bërë shkarkimin politik të Erion Veliajt. Tani Edi Rama nuk po e shkarkon dot juridikisht ose proceduralisht. Ka ngecur ai. Atë që opozita e bëri, Edi Rama nuk po e bën dot, por është një luftë mes të dyve. Qartë. A mund të interpretohet ky si konflikt, si përçarje e hapur brenda Partisë Socialiste mes Ramës dhe Veliajt? Midis Ramës dhe Veliajt nuk është më çarje, është një ndarje e padiskutueshme, por unë druaj ta përdor termin që ka nisur një luftë brenda PS-s. Janë shumë të rafinuar socialistët për ta pasur një gjë të tillë. Druaj sepse vetë zoti Veliaj në historinë e përplasjes së pretenduar brenda PS-s nuk është se ka dëshmuar ndonjë akt apo
qoftë edhe tendencë. Kjo është rezistenca e parë që bën. Edhe këtë e bën në emër vogël Çipa. Po, por është partinë. Po sepse është e vetmja gozë.